krimin e mikut për gjenocid. Në rast saktuar. Pastaj kanë hyrë politika e kanë zbrit në krim kundër njerëzimit. Të ne, gjyqtarët tonë shqiptar, e zbresin hala ma poshtë, e zbresin në krim lufte. Kjo është kategoria më e ullët dhe do t'ja shohim sherrin me këto vendime. Flas na hit për 2 vendime. Uroj që ndikimi juaj të jetë i tillë që mos lejohet një vendim që ai kriminal që ka kryer aktin e gjenocidit në Dubravë të dënohet për krime lufte, ai duhet dënohet për krimin e gjenocidit që është bërë në burgun e Dubravës. Se krimi i gjenocidit është krim i gjenocidit në Dubravë, është një shembull flagrant i gjenocidit që është bërë në Kosovë. Bardyl, aty ka ndodhur një shfarrosje ndaj shqiptarëve. Të lutem mos përdor nocione që nuk i dish. Shfarrosja nuk hyn në kategorinë e gjenocidit, hyn në kategorinë e dytë të drejtës penale, hyn te krimet kundër njerëzimit. Shfarrosja nuk është kategori e gjenocidit. Mos ti për shif nuk duket në shikim të parë e parëndësishme. Nëse ne nuk i harmonizojmë terminologjinë, do t'ja shohim sherrin. Se njëri i mshon thumit, tjetri i mshon patkonit. Në këto çështje duhet ta kemi parasysh se gjak kullon. Ti e di sportministë çka ke bën aty, domethënë kam një admirim për këtë heroizëm që ke treguar. Po çështjen e terminologjisë që e përdorin. Na dërgoj çfarë dush dokumenti, jemi të gatshëm ta prezantojmë. Çfarë dush dokumenti për masakrën në burgun e Dubravës, për gjenocidin në burgun e Dubravës, jemi të gatshëm ta prezantojmë. Pa asnjë ngarkesë. Askush nuk është kam dhimbët mupi aty që kanë bërë atë gjenocid. Po, këtu duhet jemi të qartë, edhe gjykatat tona, edhe gjyqtarët, edhe prokurorët, në qoftë se nuk i japin, me emën e me mbiemën, ta cilësojnë krimin që është, do t'ja shohim sherrin. Po, Sadik, ka ke diçka për zotin Mahmudi, para se ti ta falenderoj? Po, ka fillu që tash një proces gjyqësor ndaj një gardione. Po të arrestoheshin edhe gardian tjerë. Dëshmit tona, cilët i kanë marrë edhe hetust, edhe prokurart, edhe dëshmit që i ka dhonë Naiti dhe shok tjerë para të burgosit i cili është Gagi që ka qenë gardian burgun e Dubravës. Këtë dëshmit duhet shëshiten mirë edhe t'jepet emërtimi ashtu që është thot Bardhyli gjenocid, po gjenocidi nuk ka ndodhur vetëm në Dubravë, gjenocidi ka ndodhur pej mejas e trin po dujeve. Çdo krim që është bën ndaj njerëzimit, është krim ndaj njerëzimit edhe gjenocid ndaj njerëzimit. Mirë, po tash të gjykatat edhe gjyqtarët dhe prokurorët, ata me siguri që i dinë më mirë këto gjona sepse janë njerëz të fushës, përkatëse dhe caktuar. Po, nëse ne e debatuam këtë çështje, natyrisht, po unë falenderoj shumë. Falenderoj Bardylin që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për po, falenderoj këtë prezantimin. Zë shumë i fuqishëm është në këtë drejtim. Edhe dokumentuar. Vetëm na ofron hala material neve ndash tash në kuvend Kosovës, ndash na për gjykata ku do e dorëzojmë, s'është problema e punë. Jemi gatshëm të prezantojmë çfarë do që është me gjykue, edhe krimet e luftës, edhe krimet kundër njerëzimit, edhe gjenocidin. Po. Zotin Mahmudi, faleminderit shumë, nuk e di nëse patë diçka